Zoti Merkoçi, të ndalemi pak në një rast provokimi që Edi Rama ka hyrë së fundmi me mediat greke, ku gjatë qëndrimit të tij në Abu Dhabi dhe në një konferencë mbi javën e zhvillimit qëndrueshëm atje deklaroi se Greqia lash nuk ka lidhje me grekët e sotëm, duke përmendur dy filozofët Aristotelin dhe Platonin, që sipas Ramës nuk kanë lidhje me grekët e sotëm, gjë e cila nga ana e mediave greke është quajtur si provokim në komunikimin që Edi Rama kishte me gazetarin grek atje. Në reagimin e tij, Edi Rama thotë se jam i mahnitur nga reagimi disa mediave në Athinë e ndonjë politikani të lodhur grek lidhur me tonet e mia as pak tendencioze, por me humor miqësor gjatë bashkëbisedimit me gazetarin e nderuar John Defterios në panelin organizuar gjatë samitit të zhvillimit të qëndrueshëm në Abu Dhabi. Është e pabesueshme që një fjali e thënë me humor të shkëputet nga konteksti e të kthehet në polemik publike me patos nacionalist, gjë që fatkeqësisht në Athinën mediatike ndodh shpesh. Por i siguroj të gjithë të shqetësuarit e të lënduarit se nuk kam as më të voglin dyshim që Platoni dhe Aristoteli janë filozof grek dhe që Greqia e lashtë është shtrati i qytetërimit europian, që kultura greke meriton vetëm admirim, jo vetëm për filozofët e lashtësisë, por edhe për poetët, shkrimtarët, kineastët e muzikën që i ka dhënë njerëzimit, që Greqia është një vend për cilin unë ushqej ndjenjat më pozitive, që populli grek është për mua një fqinj i pazëvendësueshëm, e vëllai patjetërsueshëm e i popullit shqiptar dhe që për kryeministrin e Greqisë ushqej një respekt të veçantë. U kuptuam? Shpresoj që po, por ama të mos më kërkoj askush ndër të shqetësuarit dhe lënduarit me humorin tim që kush shkruan e flet greqisht me patosin nacionalist të lartë përmendurve, të më duket si pasardhës i Platonit dhe Aristotelit. Në optikën tuaj, çfarë janë këto provokime me të cilat shpeshherë Edi Rama hyn me lider të huaj, qoftë në rastin e Trumpit, apo edhe në këtë rast me Greqinë dhe historinë e Greqisë? Rama gjithmonë i bën këto lojra pikërisht për qendrën e vëmendjes, duke qenë se ka humbur vëmendjen, tash është i vdekur politikisht. Dhe Rama bën këto lloj manovrash, themi, për të tërhequr vëmendjen e botës dhe për të qenë gjithmonë në gjallë. Njeriu kur kthehet në një narcist si është ky Rama, patjetër që kërkon vëmendje. Dhe vëmendjen në mënyrë tjetër Rama nuk ka se si ta marrë. Tashmë do ta marrë vetëm, ai e ka kuptuar shumë mirë që do ta marrë vetëm nëpërmjet këtyre deklaratave. Qoftë duke bërë deklarata kundër Trumpit, qoftë duke bërë deklarata siç është kjo e sot, apo ato që ai bën, ato uljet në gjunjë të Melonit apo të tjerë, lëpirit që ky bën vetëm për të bërë që të kujtohet para Bashkimit Evropian ku bën si dirigjent, dirigjonte ky, pra për të bërë faktor nëpërmjet budallikut. Po, shqiptari pas ka gjetë vlezër, por ai mund t'i ketë vlla. Grekët mund t'i ketë ai, sepse ai vetë çapon, nuk o shqiptar vetë ai në origjinë. Kështu që të ndurës kështu i thonë çapon. Kështu që ato t'i maj për vete. Ka dëgjuar disa fjalë. Po çfarë është kjo përulje ndaj politikës greke në këtë rast? Pra ka dëgjuar ca fjalë dhe i ka përdorur për të futur se ai vetë kërkon futet në polemik. Ashtu siç e bëri kohën e fundit edhe në Shqipëri me një spoj përmendje me një gazetar që nxorri dosjet që ata kasetat e njërën tjetër dhe filloi bëri polemikën për të tërhequr vëmendjen. E para për të tërhequr vëmendjen, e dyta për të qenë në qendër të vëmendjes. Dhe e treta duke mos pasur më asnjë lloj ndikimi në politikën europiane. Duke qenë i zhveshur në të gjitha dhe i akuzuar nga të gjithë politika që e ka kthyer vendin në një vend droge, korrupsioni, krimi, thash, tash ky kërkon bëj këto lloj shfaqjesh. Shfaqje të cilat e nxjerrin në pa për mirë apo për keq, ka një gjë këta
ta nacistët kanë edhe i gjohë, qoftë fëmijë, qoftë por keq, mjafton të jemi qendër të vëmendjes. Nuk ka problem. Ta duan të jenë qendër të vëmendjes. Në gjithë kohë, që ne dim shumë mirë se si ka marrë Rama me Grekut. Rama po i fal ujtin, detin po i fal Grekut. Ka bërë marrëveshje dhe nuk flet fare. Po bën negociatë nuk flet fare. Ai po i fal detin. Dhe këtë del sikur ky është anti. Sikur ky po na tregon ky se kush janë shqiptarët apo kush janë grekët dhe sa të lashtë janë shqiptarët dhe muzika greke apo ky nuk njeh akoma përardhjen e shqiptarëve. Njeh kat grekëve. Por ky nuk i bën për këto. Ky i bën thjesht të jetë në qendër të vëmendjes, të dalin në qendër të vëmendjes, të dalin në pa. Po pse ulja që bëri në gjunjë? Meloni çaj ishte. Ai ishte një fyre për kombin, por u bë në media. Në mediat e botës mori vëmendje. Kur tha që Trumpi është rreziku i botës, çfarë ndodhi? Gjithë mediat e botës. Kur u tall me Macronin, çfarë bëri? Mediat e botës dhe ky këtë kërkon. Se tashmë nuk ka më armë tjetër për të dalë. Sepse janë shkarkuar tashmë padej. Gjitha e propaganda që ky bëri, që ne bëjmë të, u shkarkuan. Si është e mundur që ky është i përulur me vendet e tjera, me liderët e tjerë të huaj, po konkretisht në këtë rast si është e mundur që është i përulur dhe gati në kufit e servilizmin ndaj Greqisë, ndërkohë që Greqia mban në fuqi ende ligjin e luftës dhe nga ana tjetër në këtë periudhë qeverisjes pra të kryeministrit Edi Rama është dërguar në Hag çështja e zgjidhjes së konfliktit për detin. Pra konfliktin thonjza. Po pikërisht për këtë po të them. Ky bën dhe lëpihet. Atë që ka bërë dhe me Trumpin, atë që ka bërë me çdo njeri. Atë që ka bërë me çdo njeri, gjithë jetën vetë këtë ka bërë. Ka bërë dhe është lëpir. E bën dhe lëpihet, vetëm për të qenë qendër të vëmendjes. Jo pa qëllim thash për detin nuk flet njeri. Sepse nuk ke as grup negociator, as e kush i ka firmos, as e kush i ka bërë, por kjo çon gjykat për t'ia dhënë Grekut. Pikërisht për këtë punë. Se ky nuk flet për ato që janë për të folë. Po ky flet për ato që këtij leverdisin dhe për të bërë lajm. Ky kërkon të bëhet lajm. Dhe lajm bëhet vetëm në këtë lloj forme. Por jo se ky ka ndonjë vizion. Kuptojeni drejt. Rama ka një gjë. Lexon ato që ai jap. Lexon ato që ai jap. Dhe ky është i detyruar të bëjë këtë lloj politike. Do thonë se kjo s'është politik, po ta e quajmë politik. Dhe ajo që është kryesorja pastaj, që duhet ta ritheksojmë, që ai ka një fushë terren të hapur në vend. Pra këtu çdo lloj gjëje që bën Rama, kudo që skandale që bën Rama, këtu nuk kërkon njëri llogari. Jo e pat, del Elisa Spiropali, shkoka në Ukrainë, se do t'i japim mbështetje Ukrainës Elisa Spiropali, dhe ai presidenti i asaj. Zelenski, Volodymyr Zelenski. Kozi, Karagjoz, ai në luftë. Pas ka gjetë kohë i dhon dekorat e Elisa Spiropali. E kuptojnë që çfarë marrëzish janë këtu? Elisa Spiropali do shkoj zgjidhë çështjen e Ukrainës. Pra ne kam thënë dhe prapë po e them. Brezi 30 vjeçar, është ai që ka shkatruar dhe po shkatron Shqipërinë. Dhe do ta shkatrojnë nëse do të vazhdojmë në këtë lloj politike. Nëse kjo politikë do goditet. Dhe jo goditet në mënyrë të padrejtë. Po për gjithë korrupsionin që ka bërë, për gjithë vjedhjet që ka bërë, për gjithë varfërinë që ka bërë, për gjithë gjërat që kanë shit këtë vend, nëse nuk bëhet kjo, ky vend do shkatrohet totalisht. Se këtu vetëm shkatrime ka, nuk ka asgjë tjetër. Ky hap polemik me grek.
Nga ana tjetër po i fal det. Pra, fal troje e po polemik. Për të mbyllur diçka, duhet bësh diçka tjetër. Dhe kështu e ka bërë në gjithë periudhën qeverisjes së tij, po ta shihni këtë gjë ka bërë. Ka bërë një gjë, pastaj ka bërë një gjë tjetër për të mbyllur këtë. Dhe gjithmonë kështu ka hec. Po i ka hecur sepse thash, e ka gjetë terrenin bosh në Shqipëri, kemi një opozitë cop, edhe bën qef. Se edhe në kod penal nuk kemi për tradhti kombëtare. Nen, për tradhti kombëtare dhe në kod penal s'kemi, pra ne bëjnë qef këta. A duhet përfshihet në këtë rast? Patjetër. Jemi vetëm në vend që nuk kemi në kod penal nuk kemi nen për tradhti kombëtare. Kemi për kry shteti për këto për tradhti kombëtare s'kemi. Kjo është Shqipëria. Pse nuk është përfshirë? Pse nuk është përfshirë deri tani? Po sepse jemi vendi vetëm botë që Sorosin e kemi futur në kushtetutë. Dhe të gjithë organet e drejtësisë duhet të kenë brenda njerëzit e Soros. Dhe ashtu siç kanë. Ja ku e kenë po marrin shumë gjykatë kushtetuese, Gevni Ibrahimin, njeriu i Soros, e ke gjykatë kushtetuese. Ai ka bërë presionin gjithë. Apo në kënë gjykata ku dush. Gjithë njerëzit, se e kenë kushtetut të shkruar, taksative. Në çdo institucion duhet jetë një person i shoqërisë civile, pra i Sorosit. Se shoqëria civile është Sorosi. E çfarë pres? E presim pastaj drejtësi. Ku ta presim? Nga Sorosi do të japim drejtësi Sorosit?